Gjues të programit të drejt për drejt Mirëmëngjes Shkodër. Sot në Shkodër, pikërisht në shtëpinë e historike të Pashkovasës, do të zhvillohet një aktivitet shumë interesant që i drejtohet historisë dhe kujtesës historike. Shkodra, familja, kultura. Organizata për planifikim urban ka realizuar një projekt që ka në fokus nëpërmjet fotografive këtë periudhë të esurisë së historisë dhe të kulturës sonë. Sot për të folur rreth këtij aktiviteti dhe këtij projekti që natyrisht ka një vjushmëri në vite, unë kam të ftuar zotin Bari Kasemi, mirëmëngjes zoti Bari, dhe zotin Dorian Plepi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Dori, mirë se keni ardhur në studio. Natyrisht për t'ju sqaruar dëgjuesve rreth këtij projekti që kulmon sot me këtë ekspozitë, e cila në fakt është edhe një konkurs për pjesëmarrësin. Keni mikrofonin dhe mund ta realizoni këtë. Fillimisht faleminderit për ftesën. Unë jam një profesues i organizatës GO2, është organizata planifikimit të qëndrueshëm urban për qytetin e Shkodrës dhe me gjërë. Në fakt, Shkodra, familja, kultura, historia ime është ekspozita e tretë organizuar nga organizata jonë. Është një ekspozit fotografike që i përket kujtesës kolektive të qytetit. Produkt i kësaj ekspozite është edhe konkursi i cili realizohet tashmë për vitin e tretë rallëzi. Vetë konkursi realizohet përmes nxjerrjes nga arkivat familjare të fotografive të para viteve 90. Dhe është shumë e rëndësishme fakti përmendje që shumë banorë qytetarë të Shkodrës na besuan fotografitë e tyre për vitin e tretë tashmë. Edhe jo vetëm fotografitë e tyre, por edhe një histori shumë të madhe që këto fotografi mbajnë pas vetes. Konkursi për vitin e tretë tashmë realizohet në dy shtylla kryesore të qytetit që janë edhe me shumë ndikim të gjithë qytetarët, cilat janë familja dhe historia. Konkursi është viti i tretë që u përmend disa herë, domethënë, dhe është vjet re një rritje goxha konsiderueshme e numrit fotografive dhe të pjesëmarrësve. Nëse do t'i përmendim me shifra, këtë vit kemi 44 pjesëmarrës, ku në total janë rreth 306 foto, të cilët janë sjellë prej tyre. Është një numër relativisht shumë i madh, domethënë, edhe për të vlerësuar. Edhe të mendosh se që nga viti 2016 që ju e keni nisur këtë projekt së pari me fotografinë që i drejtohet biçikletës, atëherë numri i pjesëmarrësve ka qenë më i vogël, 26, dhe kanë pasqyruar në fotot e tyre këtë element urban të jetës të qytetit dhe i realizuar në shtëpinë Muzeu Osokuka. Pikërisht ju edhe vendet ku keni menduar të zhvilloni këtë veprimtari kanë të bëjnë me trashëgiminë, me historinë e Shkodrës. Në vitin 2018 një tjetër konkurs që i drejtohej kryesisht banesës shkodrane. Në vitin 2018 në event morën pjesë rreth 37 konkurrentë, ku në total kishim 165 fotografi të cilat u sollën nga qytetarët e Shkodrës. 40 prej tyre më të mirat u ekspozuan edhe në ekspozit. Duhet përmendur që në vitin 2018 ekspozita që kushtohet banesës solli një risi tjetër që eventi u zhvillua larg zonës qendrore të qytetit. Në vitin 2018 ne ekspozitën e hapëm e zhvilluam në lagjën Dudas, në shtëpinë e mësuesit Ismet Halili, një shtëpi e monument kulture kategorisë të parë, ku për fat të mirë dhe të promovimin nga ekspozita, ajo mori edhe disa fonde për rikonstruktimin dhe restaurimin total të shtëpisë, ku sot fatmirësisht është një gjendje më të mirë se në momentin kur u zhvillua ekspozita. Gjithashtu në vitin 2018 në ekspozitën e dytë, përveç fotografive është bërë mundur edhe transmetimi i një filmit me metrazh shkurtër në ambientet e shtëpisë së mësues Ismet Halilit, ku është për herë të parë domethënë është të shfaqja një filmi në një ekspozitë të tillë. Për fat të mirë, nga ekspozita që edhe ne kemi zhvilluar në vite të ndryshme, domethënë është bërë mundur, domethënë edhe më vonë ka pas një ndikim të madh në shoqëri edhe ka pas edhe ekspozita të tjera që kanë ardhur pas saj. Ndërkohë që vështrimi për këtë ekspozitë
është më i gjerë, Shkodra, familja, kultura, kujtesa kolektive ka të bëjë me shumë aspekte, po kryesisht të jetës kulturore. Çfarë impakti ka patur menjëherë paraqitja e këtij projekti? Patjetër. Në fakt dy ekspozitat e para kanë qenë pak më individualiste nëse mund ta themi, sepse e para lidhe me biçikletën, që është maksimumi 2 persona mund të vajnë një biçikletë, e dyta me shtëpinë që ka filluar duke u zgjeruar domethënë kujtesa kolektive, dhe ekspozita e tretë që do zhvillohet sot në orën 19 të darkës është një kujtesë më kolektive që lidhet me eventet kulturore dhe artistike të zhvilluara në qytetin e Shkodrës. Duhet përmendur fakti që jeta kulturore dhe artistike e Shkodrës para viteve 90 ka pasur një zhvillim jashtëzakonisht shumë të madh, domethënë, dhe është shumë interesant, unë i ftoj të gjithë qytetarët e Shkodrës që të marrin pjesë sot në ekspozitën, për arsye se do shohin një realitet jashtëzakonisht të ndryshëm dhe shumë të larmishëm të jetës kulturore dhe artistike të qytetit para viteve 90. Mbase aty personazhet janë shumë të njohur, por mund të jenë edhe shumë pjesëmarrës të cilët kanë patur ecuri të tjera, por që gjithsesi ka diçka të bukur si kujtim në pjesëmarrjen e aktiviteteve të ndryshme, apo jo? Patjetër. Pjesëmarrja në fakt në të dy ekspozitat e mëparshme dhe ekspozitat e sotme pritet të jetë shumë e lartë edhe sot, edhe në ekspozitat e tjera ka qenë vazhdimisht në rritje dhe një numër shumë të madh pjesëmarrësish. Kanë qenë pjesëmarrës edhe nga jeta politike, në të dy ekspozitat e mëparshme kanë qenë pjesëmarrës edhe kryetarët e bashkisë, ministri i kulturës, dhe ministri i kulturës, ministri i jashtëm, dhe patjetër që pjesëmarrja pritet të jetë akoma më lart edhe në ekspozitën e tretë dhe të sotme. Zotni profesor Bari, ju jeni ofruar kësaj ekspozite edhe si pjesëmarrës, apo jo? Si ka ndikuar pikërisht ky projekt tek ju si pjesëmarrës në këtë ekspozitë? Në të drejtën, sapo e mora vesh dhe pash ekspozitën i parë, reklamimin që ishte bashkë që ata godi, me njëherë fillova me pa në fotografitë e mia, se ruaj fotografi shumë të vjetra, fillova me pa dhe arrita me gjetë disa fotografi për biçikletën, edhe shkova i dorëzova. Kur pash eventin pastaj që u zhvillu ekspozita atë, në të drejtën më pëlqej shumë, dhe pastaj në të dytën, sidomos në të dytën, unë fillova me grumbullu materiale, fotografi të vjetra për banesën shkodrane. Sepse e du fotografinë, e kam dash, e du dhe e ruaj vazhdimisht, për arsye se paraqet ose pasqyron sot, kur ato janë të ekspozume, paraqet një histori që është pa, dhe një vlerë e shtume e qytetit të Shkodrës. Për të tretën, pastaj, që do zhvillohet sot, unë nuk më jaftova vetëm me fotografitë e mia, por aty ku mendojshe se do të gjej fotografi, shkova dhe gërshita nder, edhe arrita me siguru përsëri, dhe sigurova shumë fotografi. Prej familjes të njerit Pierin Gjyshja, mësuesit fizkulturës, për të cilin unë ruaj një respekt, se kam punu 19 vjet me te bashkë në shkollën në Cmazi, ka bërë një punë jashtëzakonisht të madhe. Pastaj të një muzikant tjetër, amator, kuptohet, shkova Gërshita Nder, që ka punu në normaren artistike, edhe Fiqeri Smaja, edhe ai më dha. Pra, nga dora ime, në emrin të familjeve, kuptohet, edhe ata të mijat në emrin tim, kam dorëzu 14 fotografi. Interesante, shumë po, interesante. Sepse ekzistueshin ato fotografi, dhe sa po i pash, dhe sa po i dorëzova, ku i dorëzova të shoqata, unë kisha hinë botën i tyne, sepse shifsha aty sot për shembull, po kaloj një diçka tjetër, nëse do vinë pjesëmarrës, ka mundësi në zanësat që kanë kënë ato fotografi që janë, dhe ta shohin vedin aty mas disa viteve. Kur flasë për vitet 74, 75, 76, 80, 87. Mbi 40 vite. Mbi 40 vite. Po ajo është një vlerë shumë e madhe. Për mu, si kur hapet një dritare në qytetin tonë, edhe shifet puna që ja ban
gjatë periudhës. Dhe kjo është, mendoj, diçka shumë e drejtë për drejtë, pa lënë komentet kaheve të ndryshme, të cilat sot janë të shumta, por duke qëndruar në këtë kujtesë kolektive, ka ndjesi të tilla që të çojnë në ato vite të punës dhe në këtë trashëgimni që ne kemi, sepse asgjë nuk lind në një mjedis bosh, përkundrazi edhe shumë muzikantë dhe shumë aktivistë të fushave të ndryshme kanë patur një rrjedhoj të aktiviteteve të tyre. Po, unë mund përmendi mësuesin Pierin Gjyshja. Kur zhvilloshin festivalet e shkollave 8 vjeçare, pas në atë periudhë, u bate një punë e jashtëzakonshme dhe një konkurrim dhe një luftë ndërmjet shkollave. Ka qenë shumë rivalitet. Mësuesave të muzikës për të zënë një dëm të parë ose për të paraqitur me cilësi sa më të mirë. Aty, në ato fotografi që kam dorëzuar, po t'jetë sot po marr Zanacela është produkt i nxjerrjes elementit nga Pierin Gjyshja. Federik Noci, Juli Noci, që janë motrat Noci, janë nga ta fotografi janë aty. Enriketa Koqani është aty. Pra ka nxjerr elementin që sot ata janë në jetën kulturore, hala që vazhdojnë të japin për muzikën e për kulturën në Shkodër. Pra ka një larmi të punës. Ato fotografi tregojnë me të vërtet punën që është bërë gjatë asaj periudhe. Dori, mendoni se kjo hapësirë për 306 fotografish ka përfshirë momentet më të rëndësishme të jetës kulturore të viteve para 90 të qytetit. Profesor Baria përmendi shkollën Docmazi për shembull ose ndërmarrjen artistike. Mendoni se një pjesë e madhe e institucioneve, aktiviteteve janë përfshirë pikërisht në këtë ekspozitë? Patjetër, në fakt unë fillimisht doja të bëja një falënderim publik për profesor Kasemin, pasi ka qenë një, nëse mund ta quajmë gjuhën sot, një PR i jashtëzakonshëm për ekspozitën. Ne na ka arritur. S'mund të mos jetë ndryshe, është merita juaj që ofroni të tillë njerëz të nderuar intelektual të qytetit tonë, të cilët i japin vërtet vlerë këtyre aktiviteteve. Absolutisht po. Në fakt profesori na ka bërë të mundur një gamë shumë gjerë të fotografive dhe absolutisht e falenderojmë publikisht për pjesëmarrjen e tij. Ne jemi munduar në fakt që të kapim çdo lloj aktivitetit para viteve 90, e kemi shpërndar fjalën, le ta themi kështu, në çdo lloj mënyre të mundshme. Edhe jemi munduar patjetër që të kapim çdo lloj aktiviteti kulturor dhe artistik të Shkodrës të para viteve 90. Në fakt në fotografi mund shihet jo vetëm qyteti i Shkodrës, ka shumë banda frymore qytetit. Në fakt fotografitë kryesore, siç e tha dhe profesori më përpara, i përkasin jetës kulturore të shkollave. Ka shumë shkolla të cilat jeta kulturore ka qenë jashtëzakonisht shumë e pasur më përpara. Bandat e qytetit, grupi Rozafat, i cili me aktivitet shumë gjerë para viteve 90, edhe nuk janë vetëm qyteti Shkodrës, ne kemi shumë fotografi edhe të zonë rrethinave të ndryshme, aktivitetet e zhvilluara në Razëm, në zonat e Bardhajve, në Reç, një fotografi normale artistike që ishin ato me instrumentat e tyre, i kishin shku për festën e Reçit. Pra gjeografia e këtyre fotove nuk përfshin vetëm zonën urbane të Shkodrës, përkundrazi është mjaft e hapur. Po, për momentin unë më kujtoj një fotografi të një grupi të Malësisë Madhe që filluan shfaqen në Teatrin Migjeni, që e kam pas, e kam rujtë dhe kam dorëzuar. Nuk e di se si është përfshi pastaj. Ose të tjera banda, sepse daja im, se po flasim kështu të shi, daja im ka kenë me bandën e qytetit. Qysh në kodë Zogut, me bandën në kodë një Zogut, e ka vazhdu Halil Injeri, Halil Drobeja, Halil Hamzi. Edhe ka parujt, edhe kam dorëzu disa fotografit bandave, po të bandave edhe duke dhanë edhe koncert në qytet. Bile me vite 1800 sa, 1000, pra i kam të rujtuna, i kam dorëzu, kuptohet se të tregon edhe atëherë kulturë, shfaqet e tjera që janë bane për qytet.
Dëshmi e jashtëzakonshme. Në fakt, profesori na ka bërë të mundur edhe fotografinë më të vjetër që ne kemi aktualisht në konkursin e këtij vitit, që është Banda e qytetit Shkodrës e vitit 1878. Është fotografia më e hershme që ne do të ekspozojmë sot në Interesante. Çfarë si keni siguruar këtë foto? Këto janë rujt nga familja, daja ime me fjalë që ashtu, i kanë pas gjatë periudhës. Bile mu kujtoj, më ka rënë dorë një fotografi me të njerin kompozitorin i talentuar shumë për atja kohë. Nuk e di, aja foto ishte, nuk ishte mrapa qenim, po mu duk se ishte e vitit, ishte e vitit 68, në atë periudhë mas festivalit parë kombëtar të Gjirokastër, sepse i njeri për atja kohë ka vdekë në 69. Shtator 69. Aja kishte 68 dhe ishte me sa parme edhe e kam lanë me pikpyt se nuk e dija deshifru pastaj. Pra janë I kam rujt sepse më kanë rënë dorë dhe i kam rujt. Dhe ruj edhe tjerë, bile më vjen keq kur u bë konkursi i dytë i banesë Kodani, mu më kishin pamet dikun një 3 foto që ishin shumë duke për banesën, po nuk i kisha pa, nuk i kisha një notë. Mbase vjushmëria këtij konkursi do të ketë hapësira të tjera dhe Po, sepse fillon edhe me gjohet prej tjerëve, shihet nga tjerë, bëhen pjesëmarrës, vetë numri, vetë shifra tregon pjesëmarrjen më tepër. Në krahasim me 2018 na dyfishu pjesëmarrjen. Nga 126 foto, sot kemi 306 foto në total. Si janë këto foto? Janë të retushuara, janë origjinale, janë të ndërhyrja të zmadhuara, si? Në fakt, historianë dhe studius shumë të artit fotografisë në botë ndajnë dy mendime të ndryshme nëse duhen rekonstruktuar ose duhen restauruar këto foto apo jo. Ne në 2 ekspozitat e më përpashme i kemi restauruar, rekonstruktuar, pastruar dhe zmalluar në një format të madh PDF, domethënë që do të tregohen edhe në ekspozitë. Këtë vit ne vendosëm të ndjekim mendimin e dytë, nëse mund ta themi, kështu që fotot i lëm ashtu siç janë sjell nga vetë konkurrentët në formatin origjinal, ndoshta për të sjellë ato vitet për treguar gjitha ato vitet e kohën dhe që kanë kaluar. Si keni pasqyruar? I keni pasqyruar në tenda apo në tavolina? Do të jenë në formë tablojet, të printuara. Do të jenë fotot janë thjesht të zmalluara në formatin origjinal, domethënë nuk janë as pak të rekonstruktuara. Kjo për të treguar vitet e kohës që kanë kaluar edhe punën e lodhshme që ka kaluar organizata G2 dy vitet e kaluara për rekonstruktimin edhe të secilës foto, domethënë. Gjithsesi në to vjen re shumë çka. Vihet re teknika, autorët e fotografive, natyrisht subjekti ka shumë rëndësi, por edhe një lloj psikologjie, një lloj rekuizitet, një lloj marrëdhënie, jo vetëm dëshmohet një aktivitet, po në të fotografia flet për shumë çka brenda saj. Patjetër. Me thënë të drejtën, unë për arrimet kam parasysh fotografitë e ansamblit shkollës 8 vjeçare në Cmazi. Zotni Pierini kishte këtë. Çdo festival ai futte një diçka të re. Dhe e para që ka qenë në tanë qytetin Shkodrës, në tanë shkollë, ka qenë grupi çiftelive. Ai filloi me çiftelit, filloi me mësu çiftelit fëmijëve. Dhe delte kompleksi i çiftelive, nuk e di e ke parasysh. Përveç asaj, veshjet i bante bile një fotografi, ka dhe shënimin mrapa, me letur makaronesh që kanë kënë pjellën e makaronet janë ba funat, e ka të shkruma të mrapa. Pra dhe nga ana estetike, nga ana veshjeve, ai mendonte se si me paraqit konkursin, atë ansamblin e shkollës në konkurset e shkollave. Me thanë të drejtën, kapën në tepër, unë nuk e di si mund të vlerësoj me fjalë tjera, po di që ka kenë njerëz pasionant, shumë i pasionuar. Dhe këto foto kanë një vlerë sepse japin një mesazh shumë të fuqishëm. Japin një punë pasionante. Bën punë me pasion, me shpirt apo ajo punë, jo se kishte ndonjë gjë përfitim, absolutisht ai ishte mësues, mësimin e batë mësimit, po kur vite puna për aktivitetet. Vilash një fotografi aty,
në qytet jashtë me dy vëllezërit buçin duket, në një balkon edhe kori që i shoqënon këto është i kori i shkollës në Smazi. Dhe drejtues është Pjeri Ndyshja. Dhe çfarë rivaliteti ka patur? Ka pas rivalitet. Shkolla do Smazi, shkolla 11 janari Vasil Shanto Vasil Shanto me Faridin Keraj, me këta tjerë Lec Balcen, Kelvujin, në Barmkadia kishte një rivalitet jashtëzakonshëm. Dhe nuk ka qenë rastishme se nga këto veprimtari kanë dalë mjaft element. Unë thash përmenda disa herë në parë, Pjeri Ndyshja, Zana Çela është një fotografi aty e vogël, e ka zbulu, qysh në fillim. Të tjerët ishin nxënësat tonë, pastaj Federico, Julie, motra tjetër, se ashtu. Rita, Enriqueta Nkuqani, e tjerë. Po, në ndërmarrjet artistike, sepse është zhvilluar një aktivitet i jashtëzakonshëm i asaj kohe. Madje instrumentet muzikor kanë qenë jo të shumë, por shumë të kompletuar dhe efikas në vendin e tyre, në orkestrimet që janë bë. Kështu që duke u drejtuar këtyre momenteve, i drejtohemi një preardhje dhe vazhdimësie, pikërisht. Ndërkohë që psikologjia e kohës, në veshjet, në impenjimet, në rekuizitet në përgjithshme, ka një tjetër interes. Aty, unë përmenda grupin i Çiftelive, për shembull që e krijoi, dhe pastaj ma vonë filluan edhe në një grup shkolla të tjera. Përveç grupit Çiftelive, aty futi gjethin, pra nga të popullore që janë, instrumente, fyllin, pra arriti me bë kompleksin e nxënësave që kënoshin pastaj, me këtë grup që i shoqënote Çiftelia, gjethi, fylli, edhe lahutën e ka përdor një herë, dhe si reagoja në fillim, kur fillim ashtu, një nxënës që kishte marru, s'po më kujtohet për momentin emri, po një nxënës që kishte marru e kishte ditë një ratë Çiftelis, kishte ardhur nga zonat e thella dhe ishte nxënës i joni. Pas që kishte marru, kur i shkoj ideja, i linë ideja për më ashtu, ta du me marrë, tha, këtë nxënësin, Luigi Firza, më kujtu. Edhe du me marrë, tha, Luigin, tha, me ju mësu fëmijëve Çiftelin. Unë mund t'i mësoj, tha, po prek, sa aja është më ashtu. Edhe ka marrë atë, edhe ju ka mësu, dhe një fotografi është edhe Luigi t'u i drejtu kompleksin e Çiftelive. Pra, të kujton atë punë të madhe që ja bën fotografia diçka madhe. Për mua është diçka flet shumë fotografia. Është e papërsëritshme. Nuk mund të kthesh. Ka fiksu një moment, pa ai moment tregon tan punën pastaj që ja zgjau. Dori, sot është paraqitja e këtyre 306 fotografive që pasqyrojnë anë të ndryshme të realitetit para viteve 90, kryesisht të lëvizjes artistike, por edhe të familjes, veshjeve, çdo gjëje që ne gjithmonë kemi vlerësuar si natyrale, qoftë në rregullimet, në atë mod shumë të bukur, shumë të mrekullueshme, të thjesht, por shumë interesante. Ndoshta duke e vënë përballë kohëve ndryshon paksa, por kemi shumë nostalgji për ato vite, shumë bio do të quaja. Çdo gjë lidhet. Mirë, sot është paraqitja, por është edhe konkurs. Sepse do të përzidhen fotot më të mira dhe madje keni vënë dhe çmime. Si do të organizohet ky konkurs dhe diçka për jurinë ose? Në fakt, juria e konkursit tretë organizuar nga G2 përbëhet nga 5 pjesëtarë, cilët janë Elsa Demo, gazetare, Iris Elezi, kineaste, profesor Përparim Kabo, antropolog, Qerim Vrioni, studiusi fotografisë, është edhe një fotograf holandez, Herman Zonderland. Në fakt, të gjithë pjesëtarëve të jurisë ju janë treguar gjitha fotot, plot 306 foto, cilët kanë vlerësuar 40 më të mirat për mendimin e tyre. Ne nga gjithë vlerësimet e jurisë kemi ndarë 5 fotot më të mira, cilat janë vlerësuar me vlerësimin maksimal nga gjithë pjesëtarët e jurisë, të cilat do të shoqërohen edhe me çmimet përkatëse nga organizata.
Në fakt tre kanë qenë kryesisht temat kryesore të cilet dhe studiuesit dhe profesorët kriteret kryesore të konkursit. E para ka qenë vjetërsia dhe mosha fotografisë, e dyta është historia që mbajnë mbrapa, që është shumë më madhe ndoshta se fotografia, është vetë historia që mbajnë foton mbrapa, dhe kriteri i tretë është edhe realizimi estetik i fotografisë. Ne jemi mundu që të përfshim në juri fotograf të quar, antropolog, profesor. Njerëz të njohur dhe po më bien në sy asnjë nga Shkodra. E keni bë këtë që të mos ndikohen as pak ka. Është të vërtetë. Në fakt kjo ka qenë deri diku edhe domethënë ajo që kemi dashur të arrijmë që mos ndikohen as pak ndoshta me personazhe të cilët janë foto dhe vlerësimi i tyre të jetë sa më objektiv, domethënë mbi tre kriteret kryesore të cilet organizata ka vendosur. Ka autorsi prapa ose autorsinë e fotos, sepse fotografët kanë qenë ato që ne kemi njohur shumë të nderuar, zotnia Angelin Nënshati, le t'i përmendim disa, ndoshta në këtë rast njeriu harron dhe ndjes. Për shembull, ne kemi bërë fotografi në atë kohë dhe shkruanim te kush e ki bërë, te zotnia Angelini, tek Leka, tek Hilmia, tek Raboshta, Pici, Jakova. Po. Në fakt, në 360 fotografi që janë sjell këtë vit, ne kemi evidentuar 22 fotograf. Të rreth 280 fotografive, domethënë akoma edhe sot kemi 120 fotografi, të cilët personat pronarë të këtyre fotografive nuk arrin të evidentojnë cili nga fotografët është. Po, ashtu është e vërtetë, edhe unë nuk arrita në disa foto të vërtetoj se cilit fotograf është. Por në ato kohë 22 fotograf nuk janë edhe krejt pak. Jo. Sepse bëhet fjalë për një qytet, bëhet fjalë për një mjeshtri të cilën ne u mësuam me të mirin Angelinën Nënshati më tepër, ose me Marubin, ose me Det Jakoven, ose si u mësuam në atë periudhë, dhe pastaj kanë edhe këto tjerë që unë nuk e mbaj mend emrin ta. Domethënë në 120 fotografi që akoma nuk kemi një autor të, domethënë që mund të vendosim një emër autorit për fotografitë, ne besojmë se fotografitë e para viteve të luftës dytë botërore janë të realizuar nga Marubi kryesisht, Raboshta ose edhe Pici. Ndërsa për fotografitë e pas viteve 90, pas luftës së dytë botërore, patjetër që mund të themi që pjesën më të madhe janë të realizuar nga dokumentaristi i pashoq Angelin Nënshati. Nderim dhe respekt për profesionalizmin e tyre, për gatishmërinë për të ndodhur gjithkund, për atë art që kanë pasqyruar nëpërmjet fotografisë, gjithçka. Edhe një histori të jashtëzakonshme që na lën pas, domethënë me fotografitë e tyre. Unë vlerësoj në këndvështrimin qytetar këtë projekt që ju po realizoni, sepse ajo është një mundësi për të dëshmuar në mënyrë krejt origjinale atë periudhë, ato njerëz që kanë kontribuar, atë lëvizje artistike, atë ambient të mrekullueshëm që patjetër ka rënë dhe ka lëshuar rënë. Në fakt, vlerësimet, ju keni vendosur një çmim të parë, të dytë dhe të tretë, do ta marrin autorët e fotografisë, ata që kanë realizuar fotografinë, si do të çmimet apo fotografia vetë. Çmimet do të jenë 5 çmime kryesore, të cilet janë vendosur nga juria. Këto 5 fotografi që do të marrin edhe çmim janë vlerësuar me vlerësime maksimale nga gjithë konkurrentët e jurisë. Domethënë ne nuk është se kishim vendosur një numër sa çmime do të jepen, por në bazë vlerësimit të jurisë do të shpërndahen edhe çmimet. Bazë meritave. Patjetër. Çmimet do të merren nga personat që i zotrojnë sot dhe ne kanë sjell fotot pranë organizatës tonë, domethënë ne kemi patjetër gjitha kontaktet e nevojshme dhe do të jenë sigurisht pranishëm edhe në ekspozitë të gjithë personat që kanë sjell fotot. Ndërkohë, në dy projektet e para ju keni botuar albume. Mendoni që edhe ky aktivitet do të pasohet nga realizimi i një albumi të Patjetër, si edhe në dy ekspozitat e mëparë, është kurorzuar, le ta themi kështu, ekspozita me botimin e një albumi, ku kanë qenë shpalosura gjithë pjesa më mirë e fotografive, mund ta themi kështu, me historitë përkatëse. Albumi botohet në dy gjuhë, si në shqip dhe në anglisht,
Dhe patjetër që edhe këtë vit do të ketë një album me fotografi. Në album do të shfaqen 64 fotografi këtë vit, ku patjetër 14 prej tyre që janë të përzjedhura nga juria, edhe disa fotografi tjera që ne nuk mund t'i lenim pa botu në paktën në album. Gjithashtu edhe në shtëpinë e Pashkovasës, që është monument kulture i kategorisë të parë që sot do zhvillohet ekspozita, përveç fotografive të shpalosura në ambiente të oborrit të shtëpisë, do të ketë edhe 3 ambiente të ndryshme, të cilat ne do të përdorim projektor, të cilat të gjitha fotot të paktën të kenë mundësi të shpalosen dhe të shikohen nga të gjitha 306 foto, domethënë asnjë nga fotot nuk do të mbesin pa u shpalos në ekspozitë dhe pa u treguar. Unë mendoj që mund të shprehem një respekt të jashtëzakonshëm për atë periudhë, por edhe për njerëzit që i realizuan këto, për ata që i ofruan këtij projekti si mundësi për të dëshmuar këtë kujtesë kolektive që për asnjë moment nuk duhet harruar. Është vërtet një trashëgimi shumë e bukur kulturore që na bën të ndjehemi krenar dhe me një identitet tepër të veçantë, siç është identiteti Shkodër. Ashtu në kampanjë një punë të veçantë që bën kjo shoqat. Vërtet na pikçojmë fotografitë, bëjmë punë. Po, është një punë, thjesht punë që shkojmë me marr pjesë në këtë ekspozitë, në këtë konkurs. Thjesht për me dorëzu ata foto që i disponojmë. Por puna që i bëjnë ta, unë kam pa dhe në albumet që kanë ba. Unë i ruaj ata albume si sytë i ballit për sëri. Bile njenin kam marrë, bile vjetë kam marrë 2 kopje, ju luta, sepse ja kam qut djallit atje ku kam jashtë, për banesën shkodrane, për ata. Për menen, është një punë që i bëjnë këta, unë nuk e di, unë kam kriju një respekt kaq të madh, sepse këta po pasqyrojnë një punë dhe po hapin dritaret një ka një të punës që është bërë para viteve 90 nga institucionet e ndryshme, nga gjithë institucionet. Bile kur të vendosin për ndonjë, unë kisha më thënë, kur të vendosin për ndonjë ekspozit vitin tjetër se këta do vazhdojnë, unë e di se do vazhdojnë. Do vazhdojnë. Edhe tematikën që si do ta përcaktojnë është punë e tyre, po kisha më dashur, kisha më thënë që ta marrin mendimin edhe nga pjesëmarrës, marrin ndaj mendim, por çfarë po e hapin për vitin që vjen, çka ka kënë, si ka kënë puna, për bicikletën u bë, për banesën u bë, për jetën kulturore u bë. Ka pas për arsimin, ka pas për kulturë, ka pas për shëndetësinë, ka pas... Pra, kishe me thënë që të përcaktohet edhe sepse hap një dritare tjetër për... Absolutisht. Shkodrën tonë. Dhe kjo është ajo që duke qenë një pjesëmarrje sa më hapur, magër, pikrisht ndikimi tek njerëzit që i ndjekin është akoma më i madh. Unë kam pasur raste që më kanë thonë, se kam ditë më puna shi fotografi, kam ballë më, edhe kam bukra bile më thotë njeni, po se ke ditë, se ke marrë vesh. Po tash jam marrë vesh, tash i tash është. Unë shpresoj që edhe nëpërmjet këtij emisionit, jo vetëm që sot ekspozita të ndiqet, por edhe të vazhdojmë me interesin për të pasqyruar anë të ndryshme të realitetit në Shkodër. Sa ditë do të qëndrojë hapur ekspozita? Do të qëndrojë për disa ditë e hapur. Kryesisht sonte është eventi më i madh, domethënë në orën 19 ose 7 darkës, ku janë ftuar shumë figura publike, patjetër gjithë persona që kanë sjell fotografitë, edhe pritet një audiencë shumë e gjerë sonte. Domethënë unë do dosha t'i ftoja edhe një herë, domethënë gjithë qytetarët shkodran që vërtet vinë shohin një jetë kulturore dhe aktivitete të jashtëzakonshme që janë zhvilluar në Shkodër para viteve 90. Sot në orën 19 në shtëpinë Monument kulture i kategorisë së parë të Pashkovasës hapet ekspozita Shkodra, familja, kultura, kujtesa kolektiva. Patjetër një interes të madh. Unë dëshiroj t'ju falenderoj me shumë respekt. Profesor Barika Semi dhe zoti Dorian Plepi, aktivisti kësaj organizate. Faleminderit juve. Ju falenderoj dhe suksese gjithmonë. Faleminderit. Miru pafshim vitin e ardhshëm. Do shihemi edhe sot tek ekspozita. Edhe sot, natyrisht, por gjithmonë me interes për fotografinë dhe kujtesën kolektive. Faleminderit shumë. Faleminderit.